Nga mami dhe nga Solea. Dy të tilla, një për vete, një për Ensidi. Ne do marrim këto. Solea. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela dhe bashkë të kemi një video të re në kanalin ton shumë të bukur si gjithmonë. Solea Family. Unë jam bashkë me Solean edhe po shkojmë. Do ikim te Lidl, do ikim në supermarket sepse të shtëpia na mungoni shumë gjëra. Edhe do të bëjmë disa blerje dhe kur të shkojmë të shtëpia do bëjmë supermarketon. Përshëndetje? Përshëndetje. Si ke emrin ti? Si ke emrin ti? Jo, ti si ke emrin? Si ke emrin Armela. Unë kam Armela, po ti si ke emrin? Salia. Kam menduar që në vazhdim do të kemi një video në javë. Nëse do të kem mundësi të filmoj edhe të editoj videot, atëherë do hedh edhe 2 video në javë ose 3, por që momentalisht mundemi vetëm për një video dhe këtë do ta shohim mund të jetë në ditën e hënë ose në ditën e martë, kur ne do të hedhim në kanalin ton videon e radhës. Ne do ndalojmë tani pak tek Turku. Ishte shtëpia ime. Po, shtëpia jon. Këtu te ky pallati, po të Solea ka qenë shtëpia jon e parë që ne kemi jetuar te ky pallati këtu. Edhe kemi qenë në kufi fare me Zvicrën, këtu është kufiri i Zvicrës. Edhe këtu lart kemi jetuar neve pallati. Kush i mban mend këto pakot e vogla që kishin edhe një lug këtu, edhe ishin me nuk krema të tilla. Ne vim këtu sepse këtu gjejmë gjëra që janë pak a shumë edhe në Shqipëri. Ja dhe sapuni duru i Shqipërisë. Po, ky sapuni, ky kama me që kam qenë mami e vogël. Ky sapuni. Sa po erdhëm në shtëpi edhe kemi dëshirë të bëjmë një Supermarketon. Nga mami dhe nga Solea. Të t'ju tregojmë se çka kemi bler tek ku ishim ne? Te Lidl. Te Lidl po tjetër? Në marketi. Dhe një market tjetër te Turku. Tregojmë njerëz të që morëm te Turku se janë pak gjëra. Jo, kjo është e Lidl. Prit. Çibuk. Pak çibuk me kikerik të mbushur brenda. Një. Çibuk. Kemi marrë një çibuk tjetër, si ato që janë të Shqipëria. Kemi marrë edhe një Çokoladë bishkop. Një çokoladë kështu vafe, kanë qenë dikur këto te Shqipëria dhe unë e mora të provoj një herë. Dhe unë. Te Turku gjejmë gjithmonë Golden Eagle e unë mora 2 të tilla, një për vete, një për Ensidi. Nuk pim shpesh, shumë rrallë i mora ti. Kemi të provoj. Këto kishin te Turku. Këtë shishin e vogël ja mora unë Solea se donte ujë, po nuk e blej ujën atje, e blej te Edeka. Çka kemi tjetër? Pak publicitet, sa ti Solea ujë. Pizza. Po, tregoj pak. Një pizza me mozzarella. Bravo. Tjetër. Ç'është kjo? Tortobat me fruta. Fruta tata. Ç'a janë këto? Qep. Qep. Bravo. Ç'është kjo?
popcorn. Misër. Misër që zjehet. Edhe si popcorn. Po, misri që bëhet popcorn është tjetër, nuk është kë. Është tjetër, është me I vogël. Çfarë është kjo? Qep. Qep. Po. Karavec. Kastravec. Skaj. Si I vogël ti. Ka marrë mami. Perime. Po, disa perime, këto bëhen supë, gjitha bashkë. Mandarina. Mandarina. Bravo. Salami. Prosciutto. Prosciutto. Salami. Salami. Banani. Banane. Anves. Pes. Bravo. Avocado. Jo! Qa është kjo? Avocado. Jo, moj. Se kështu është avokado? Avocado. Jo. Avocado. Avokado është tjetër, do të tregoj unë. Kjo është një frut tjetër. Avokado është më madh. Kjo është e vogël. Mundu avocado vogël. Kjo është kiwi verdh brenda. Mami, do ta provojmë, do ta shikojmë. Kiwi, po kam... Verdh, se zakonisht është Ka edhe avocado. Okej. Rush. Rush. Avocado. Avocado. Avokado, pra kjo është avokado. Spaghetti. Spaghetti. Qash. Hurma. Hurma. Ose kaki. Buk. Buk. Jo. Spaghetti. Spaghetti. Prosciutto. Prosciutto prap. Edhe Patate. patate. Kaq morëm, sepse sot e Lidl ishte plot me njerëz, edhe ata punojësit atje po furnizonin, kishte kartona. Mora vetëm këto 2 kryesori, se përpara është e diela dhe janë mbyllur dyqanet, edhe të gjitha këto kushtuan 46 euro e 70 cent. Po ikën Solea? Je lumtur? Do kënaqesh sot e kopshti? Ja ku jam edhe me Kristiti. Përshëndetje. Ne tani po ikim të marrim Solean. Të dy e kishim pushim sot, por Ensiti para dite ishte në kurs edhe u bashkuam tani mbas dite. Doja të thoja që sot tek dollapi Soleas ishin edhe 2 letra të ngjitura. Njëra nga ato letrat ishte për ditën e nesërme. Nesër është dita e grupit Leila, se Solea në Kopësht është grupi Leila. Këto e kanë të ndara sipas ngjyrave të Kopshtit të Soleas. Edhe nesër është dita e fundit e përgatitjeve në lidhje me temën e vjeshtës. Dhe fëmijët duhet të marrin çantën me vete tek dhoma e grupit dhe ta hanë mëngjesin aty. Do provojnë edhe gështenjat gjithashtu. Shikonin edhe një shfaqje teatrale. Po, kush kishte mundësi nga fëmijët, mund të vishej edhe me ngjyrën e grupit, ngjyrën Leila. Nesër do shikojmë çfarë veshësh ngjyrë Leila kemi, edhe do ta vishim Solean me ngjyrë Leila. Kjo zakonisht është një herë në javë, varet çfarë temash trajtohen, por të paktën atë ditë kur është dita e grupit të tyre,
të paktën të mundohen të vishin me ngjyrën e caktuar të grupit të tyre. Ndërsa letra tjetër ishte në lidhje me mbledhjen e prindërve në datën 20. Kemi mbledhje me prindërit, me edukatorët, edhe është në orën 19, në orën 7 të darkës. Në fakt, ka patur edhe mbledhje të tjera, por unë nuk kam qenë prezente, edhe këtë herë do mundohem, e kam shkruar emrin që do shkoj, do mundohem që të shkoj në mënyrë që të jem edhe unë e informuar rreth gjithçka se çfarë thuhet në mbledhje. Nuk e di se çfarë eksaktësisht thuhet aty, por pak a shumë si janë mbledhjet me prindërit edhe me mësuesit. Do ta shikoj, domethënë do jetë hera e parë dhe në vitin tjetër do t'ju tregoj se çfarë ndodhi. Kemi ardhur këtu te një dyqan i këpucëve, se duam t'i blejmë Soleas çizme për te kopshti kur del jashtë e parku, se ato që ka i ka pak vjetra, edhe po shikoj që pas ka edhe me ofertë. Do zgjedhim një palë dhe do ju e tregojmë. Po mund të shikojmë fëmijët pak televizor, sa prindrit të zgjedhin gjërat e tyre. Ne do marrim këto. Jam e pak poshtë brenda. Edhe Solea e pëlqeu, është me ngjyrën lila dhe me këtë unicornin që ka Solea shumë qef. Ndërkohë po bëjmë pak pushim këtu. Solea po shikon kukullat, po ha edhe pak nga boksi nga mëngjesi që s'kishte ngrënë. Piu! Kommt 4 oder als 5 kommt, als 15 kommt 18, als 1 kommt 14. I gati zemër për kopësht? Po. Do kënaqesh sot? Po. Sot është dita e grupit tënd? Është ndërpërdet mirë për lukit, okej? Po. Mirëmëngjes edhe nga dita tjetër. Unë jam ulur këtu tek cepi i dhomës gjumit, kemi një tavolinë me kapi këtu. Edhe do bëjmë gati. Janë disa momente ndryshe sepse nuk ju kam treguar asnjëherë se si unë kujdesem për lëkurën time ose nëse unë përdor make-up ose jo, gjëra të tilla. Këtë gjë do ta bëjmë tani, do ja tregoj unë tani. Edhe Ensiti ka ikur të çojë Solea në kopësht, sepse ne kemi tani termin herët për marrjen e lejes së qëndrimit. Të paktën të jetë njëri nga ne këtu, mbase Ensiti mund të vonohet edhe të paktën të mund të shkojë më herët, dhe Ensiti mbase mund vi pak më vonesë ose mund vi edhe ai tamam në kohë. Për këtë arsye ka ikur Ensiti dhe unë jam këtu edhe do shkoj direkt tek zyra e migracionit që të jem atje në kohë. Smoothie që bëra pak më përpara, e pi pothuajse çdo ditë në mëngjes. Kush ka probleme me tretjen si puna ime,
ai smoothie është shumë i mirë. Aty janë 4 kumbulla të thata që unë i kam vendosur në një gotë me ujë dhe i kam lënë gjatë gjithë natës që ato të zbuten dhe kështu bluhen në kollaj në blender. Është një banane edhe një kiwi, një lugë faraçie dhe një lugë faraliri gjithashtu. Edhe nëse doni të shtoni qumësht, mund të shtoni qumësht, unë shtoj qumësht të shere ose thjesht ujë. Unë e pi esull në mëngjes dhe më ka dhënë rezultate. Kam shpjeguar vetë, normalisht e kam parë në internet, edhe të paktën mua më ka dhënë rezultate, është shumë i mirë dhe e pi pothuajse çdo ditë në mëngjes. Një funksionim tani shumë më të mirë të zorrëve. Ndërkohë që flasim, do ju tregoj edhe rutinën time të mëngjesit. Tani jam shumë e sigurt që ju thoni, po kjo goc si del kështu gjithmonë, nuk ka make-up, si del pa lyer. Tani unë kështu jam, unë nuk bëj make-up fare, pothuajse fare, por skincare-in, kujdesin për lëkurën, nuk e le asnjë ditë. E vendos çdo ditë, të paktën 3 produktet më kryesore unë i kam çdo ditë. 3 produktet më kryesore. Vitamina C, kremi hidratant edhe kremi i diellit, unë e vendos çdo ditë. Edhe në mbrëmje gjithashtu, nuk e lë asnjëherë pa bërë rutinën e mbrëmjes. Kush më ndjek në Instagram e ka parë, sepse kam bërë edhe reel të shkurtër. Nëse jo, Instagrami jon është Solea Family, ndërsa aty kam hedhur edhe videot në lidhje me produktet që unë po përdor tani, që janë këto, janë të firmës Beauty of Johnson, firmë koreane. Ky është vitamina C. Më pas vendos këtë kremin hidratant edhe kremin e diellit në fund. Këto janë 3 produktet kryesore. Para se të fillojmë, po vendos këtë në mënyrë që mos më pengojnë flokët. Kështu duket pak më mirë. Fillojmë tani me vitaminën C. Vendos pothuajse në të gjithë fytyrën. Unë gjithmonë e përhapur edhe të gusha. Pothuajse përdor shumë rrallë, si të thash, bëj shumë rrallë make-up, por që skincare-in nuk e lë asnjëherë, edhe kam bërë gjithmonë skincare, më mend që në moshën 18 vjeçë, kam bler kremin e diellit, kremin hidratant, një larës, kam qenë shumë e fiksuar pas kësaj, por pas make-upeve nuk më thot fare dhe nuk e kam iden fare, domethënë. Por që mendoj më rëndësishmja është që të paktën të bëjmë skincare-in, make-up pastaj është dëshirë. Kush ka dëshirë ta bëj, e bën, kush jo. Tani do vendos kremin hidratant. Tani ajo thoshte, duke qenë se unë kam një fytyrë mikse, një të ndryshme, kryesisht në zonën të këtu, tek hunda edhe të mjekra pak këtu. Ajo thoshte që më shumë përdoreni në pjesën që e keni lëkurën e thatë, ndërsa në pjesën ku lëkura është vetë e ndryshme, vendosni sa më pak krem. Por gjithsesi ky është shumë i mirë. Një përhapim edhe këtë. Zakonisht, secili produkt duhet të lihet pak minuta ose sekonda në mënyrë që të përthithet dhe pastaj duhet të vendoset produkti tjetër. Në mëngjes, unë për shembull kur ngrihem, pasi laj fytyrën me larsin, vendos direkt vitaminën C, vishem ose ha mëngjesin, pastaj vendos kremin hidratant, pastaj mund të rri pak edhe vendos, jap hapësirë produkteve, vendos kremin e diellit, në mënyrë që secili produkt kryej funksionin e vet. Tani ky është kremi i diellit, ky më pëlqen jashtëmasi shumë, mund të them që është ndër kremat më të mirë të diellit që kam provuar ndonjëherë. Shumë krema dielli që kam bler, kam qenë shumë e fiksuar në verë, mbaj mend, kam bler shumë të tillë, do ja tregoj ndonjëherë.
mund të kem një 5 copë aty, edhe u fiksova. Por mund të them që ky është më i miri që mund të kem provuar deri tani. Zakonisht, nëse e dini dhe ju, kremi i diellit duhet të jetë sasia e 3 gishtave të dorës, që do të thotë duhet të jetë në masë të konsiderueshme. Jashtë sot pas ka edhe pak diell nëse po shkoj këtu nga dritarja, kështu që po e vendosim kremin e diellit. Dhe përhapim në mirë. Pastaj kur të dalë nga termini, do çoj edhe pakon, atë bluzën që kam treguar që kisha porositur nga shenjë, nuk kam kthyer ende, sepse s'kam patur kohë fare, kam qenë shumë e zënë. Edhe me thënë drejtën isha dje, edhe doja ta ktheja, mirë po ajo gruaja që ishte atje te kioska nuk ma pranoi, se tha e ke sill të papaketuar, tha unë nuk e marr kështu, tha unë në fakt e kisha lënë thjesht në qese, ashtu siç e kisha. Edhe nuk e kisha futur në kuti, tha unë e dua, tha vetëm me kuti, tha duhet paketuar në kuti, tha nuk pranoi, tha pa kuti. Edhe nuk e zgjata shumë, domethënë e lash. Edhe e futa në një kuti të vogël, shqyqysh kisha një kuti të vogël atë. E futa në një kuti të vogël edhe do ta çoj sot. Çoj sot pas terminit. Do vet atje, është pak larg, do ik me autobus. Edhe kjo firma GLS, inshallah funksionon në rikthimi kësaj here i produktit, por kjo nuk e di pse sheni më nxjerr që gjithmonë kthimin duhet ta bëj tek kjo dhe jo tek DHL-ja ose tek Hermes, por kjo firma GLS është shumë e keqe, shumë e bezdisur. Edhe një herë që kisha një produkt për të kthyer, nuk e mori, e pranoi produktin ai, por pastaj nuk më kthye lekët, dilte që unë nuk e kisha bërë dërgesën, edhe kam folur ka qenë me Shenjën, me Temën, nuk e marr mend, edhe ajo i dërgoja atë faturën që kam bërë kthimin, ata thoshin nuk e kemi marrë, nuk e di se çka ka ndodhur, edhe kështu nuk i mora lekët mbrapsht të atij produktit. Shpresoj që kësaj herë të funksionojë, nuk është ai bluzja kushton shumë, por gjithsesi për herët e tjera, domethënë kjo firma GLS është nuk më pëlqen fare. Kaq është skincare bazik që bëj unë dhe nuk e lë asnjëherë pa bërë. Më pas, duke qenë se sot do dalim, unë do të vendos vetëm pak concealer. Tregoj se çfarë concealer po përdor momentalisht. Është nga firma Catrice. Kam marr edhe këtë tjetër nga Maybelline. Ky është normalisht më i miri dhe i preferuari im, por ka edhe pak ky, sa të mbaroj ky do filloj këtë. Ky bën një mbulim perfekt, është shumë i mirë. Ndërsa këtë e kam marr, mbaj mend gjatë verës, dhe se kam mbaruar akoma. 6 muaj është, mbas 6 muajve, nuk besoj se kam bërë 6 muaj. Nuk bën më, mbas hapjes, edhe këtë tjetrin, edhe ky 6 muaj. Edhe këtë tjetrin, pastaj këtë e kam përdorur gjithmonë, ky është shumë i mirë. Krem pudër nuk përdor. Nuk e di fare se ku e kam. Kam një nga të treja çantat që kam këtu me produktet e make-upit. Nuk e gjej se ku është, nuk e di se ku ka përfunduar, duhet të kërkoj aty te banjo. Por që nuk përdor krem pudër, zakonisht në përditshmëri jo. Edhe kur dal, për shembull në raste shumë të rralla, mund vendos, ja e gjeta që në këtu. Nuk vendos krem pudër, ky është BB cream nga L'Oreal. E mora ta provoj, unë blej gjithmonë BB cream, dua thjesht një mbulim të lehtë të fytyrës, jo shumë të ngarkuar, nuk më pëlqen. Edhe historia ime me produktet e make-upit, i blej, i vendos 2 herë 3 herë, edhe kujtohen pastaj që e kam bler para, nuk e marr mend se kur, edhe e hedh. Ky nuk është në gjë kush e di, vjen kështu i bardh, edhe pastaj përhapet në lëkurë, nuk më pëlqen, nuk është më i miri, por që këtë e kam bler para 2-3 muaj, diçka tillë, se ai që kisha ishte nga Kik, ai Kik Milano, ai që kisha nuk e mbaj mend që kur kisha bler atë, ai ishte i mirë. BB cream ishte edhe ai. Edhe e mora e hodha dhe thash hajt kem një tjetër aty, por nuk do ta vendos, nuk e kam shumë bezdi, dhe pastaj kur duhet të bësh që të lash fytyrën, edhe nuk më pëlqen fare. Tani do vendosim pak concealer. Edhe si thash, ky është drejt fundit. S'ka shumë, edhe pak po mbaron.
ose poshtë syve kam pak të theksuar me të drejtën, por që prandaj vendos në herë vetëm concealer ose nuk vendos asgjë. Sfungjerin e kam lagur me ujë gjithmonë kur vendos kur përhap make-upin në fytyrë, kremin pudër ose concealerin, e lag sfungjerin në mënyrë që të bëj një përhapje më të mirë në lëkurë dhe mos ta thithi sfungjeri produktin. Edhe duhet të bëhet në këtë mënyrë, me sa kam dëgjuar unë, me sa kam parë. E di që mbase gocat që do më shikojnë do qeshin me mua, por që unë këto shumë pak produkte kam. Kështu jam, më pëlqen shumë thjeshtësia, dua të jem gjithmonë e thjeshtë, më pëlqen gjërat e thjeshta. Dhe më vjen keq që shikoj në ditët e sotme, shikoj shumë vajza të vogla që në moshën 13-14 nuk e di, edhe kanë fytyrën të bombarduar me produkte kozmetike, nuk e di, ekstrem, jo vetëm në Shqipëri, edhe këtu ka vajza që lyen jashtë masë, shumë ato mund të jenë 13-14 vjeçe. Më duket një gjë shumë e egzageruar. Qëndroni siç jeni, sidomos mosha e pubertetit, e adoleshencës, të paktën deri në moshën 18 vjeçe, për mendimin tim nuk duhet të vendosësh asnjë produkt make-up në fytyrë. Nuk e pse mbulon fytyrën fare. Je vetë e bukur edhe duhet ta pranojmë veten kështu siç jemi. Sot të gjithë duken një lloj, vajzat kanë të njëjtën hund, kanë të njëjtën vetull, mollzat i kanë një lloj, buzët i kanë një lloj të fryra, nuk dallojnë njëra nga tjetra, janë të gjitha një lloj. Jam shumë kundër ndaj kësaj gjë, nuk më pëlqen fare. Nëse ke një problem, për shembull estetik me veshët ose me hundën, okay, edhe unë do ta bëja, por nëse ti je shumë e bukur ashtu siç je, pse duhet të bëhesh kopje e dikujt tjetër? Të bëhesh kopje e një hunde që ka dalë në modë, e formës hundës ose buzëve ose mollzave. Secili ka bukurinë e vet, secili është i bukur në mënyrën e vet edhe i veçantë. Nuk është nevoja të bëhesh copy paste i një personi që bën influencë në të gjithë botën edhe pastaj të gjithë shndërrohen se ai person. Nuk i ndjek fare këto gjëra, por që ky është trendi i kohës edhe të gjithë janë një lloj, të gjithë duken një lloj. Qëndroni siç jeni për mendimin tim. Kaq, e përhapa këtë. Pastaj do vendosim pak mel tek syt, edhe kjo më duket se kjo është nga Maybelline edhe kjo. Edhe kjo po më mbaron, gjithashtu më duket nuk ka shumë. Edhe të sy vendos pak, jo shumë, e kam shumë bezdi pastaj kur i heq make-upin. Heqja e make-upit pastaj më duket një procedurë shumë e bezdisur. Okay, më besoj mjafton. Dua të dukem gjithmonë sa më natyrale, ashtu siç jam. Më komentoni poshtë nëse doni të më jepni ndonjë këshill në lidhje me skincare ose me produktet që ju përdorni, që mua mbase mund më hyjnë në ndim, duke qenë se unë jam shumë bazike, edhe më tregoni se për çfarë ekstra kam unë nevojë. Kaq kam bërë unë dikur, tani kam shtuar në rutinën time edhe pak blush, edhe duket pak më bukur kur i ke faqet pak me blush, ndryshon pak, fytyra duket pak më e ëmbël.
Shoni duke diferencë, pak fare. Sa më natyrale, do më thënë jo shumë egzageruar. Mendoj që nuk më shkon shumë make-upi për këtë arsye qëndroj kështu siç jam, pa bërë shumë eksperimente me veten time. Tani do vendos një laps buzësh. Ky është nga Flor Mar, këtë e kam marrë në Shqipëri. Se këto tjera duhet prerë maja, i kam pa prerë. Po bëj vetëm pak konturin nga jashtë. Ky më pëlqeu shumë. I kam marrë tani këto kohët e fundit, edhe ky është nga Maybelline. Edhe i jep një shkëlqim, edhe nuk është i bezdisshëm në buzë. Siç mund t'jenë disa të tjerë që bëhen shumë të trashë, kur flet edhe të futen në gojë, shumë bezdisur. Ky ishte shumë i mirë. Petal 005. Kështu duket edhe rezultati final. Gjithmonë përdor këtë ngjyrën e buzëve, vetëm kjo më pëlqen. Edhe kuqja më shkon, më pëlqen ajo, por në përditshmëri kjo mendoj se është më e përshtatshme. Me që i kam të gjitha këto kremrat e diellit këtu, po ju a tregoj se çfarë kam bler këtë verë, çfarë kam provuar këtë verë nga kremrat e diellit. Fytyrën gjithmonë, se për trupin është diçka tjetër. Këtë verë kam përdorur këto kremrat. Kjo është nga kjo Tropik Havian, kjo firma. Havian, nuk e di si thuhet. Edhe kjo doli e re tani në këtë verë dhe e mora e provova. Është shumë i trash. Është shumë i trash edhe të lë një glow, një shkëlqim në fytyrë, i lezetshëm, i mirë, por mezi i përhapjen fytyrë. Kjo është nga, jam bërë kështu pjesë nga që kanë qenë gjitha produktet në një vend. Kjo është nga Vsan, është këtu në Gjermani, kjo prodhohet, është një firmë këtu në Gjermani. Ky është shumë i lehtë si ujë kur e përhap, por që nuk e mbaj mend pse nuk më ka pëlqyer ky. Dhe pastaj vendosa mora një tjetër. Kam marrë këtë nga kjo No Cosmetic. Gjitha këto janë tek DM këtu në Gjermani, nuk e di te Rossmann. Këtu në Konstancë nuk ka Rossmann, kanë vetëm DM. Edhe kjo ka qenë shumë e mirë. Përhapej shumë mirë në fytyrë. Edhe qëndronte shumë mirë në fytyrë gjithashtu. E kam përdorur gjatë kohës që kam qenë në plazh. Më ka mbrojtur shumë, por që pastaj nuk e di, po filloi po bëhej i bezdisur, po ripej nga fytyra, si gjithë kremrat e tjerë. Pastaj ky është nga Altruist, këtë e kam marrë në Shqipëri. Nga ky mund të kem një 2 pakot të tjera aty, nuk e di, kam qenë e fiksuar, i kam pa hapur ato pakot e tjera. Kjeksyt nuk më pëlqen më, është plot. Pastaj tjetër provova këtë nga Garnier dhe ky doli këtë verë. Dhe ky nuk më pëlqeu fare. Ripej në fytyrë, edhe nuk e di, më krijonte djegje syve, diçka e tillë, nuk e mbaj mend. Edhe tani po përdor këtë të Beauty of Johnson, mund të them që ky është më i miri që ka përdorur ndonjëherë deri tani. Ta shikojmë në vazhdim se si do më rri tek fytyra. Fiksimi im është gjithmonë me skincare-in sesa me make-upin, me produktet e make-upit. Gjithmonë shikoj video në lidhje me skincare-in. Jam shumë e fiksuar me vitaminën C, me retinolin, me retinalin, me kremin hidratant, me larësit e fytyrës. Këto mendoj që janë më të rëndësishme sesa produktet e tjera të make-upit. Gjithashtu edhe për shembull, nëse vendosim një krem pudër, mendoj që duhet jetë i një cilësie shumë të mirë, sidomos kush e vendos çdo ditë, në mënyrë që edhe fytyra jote të mos dëmtohet në një të ardhmen, të mos krijohen puçra, mos krijohen rrudhat shumë shpejt. Këto në lidhje me produktet që unë përdor. Në Instagram do hedh edhe video të tjera reel, kush nuk më ndjek, mund të më ndjekë atje me emrin Solea Family. Kush ka pyetje, kush ka ndonjë koment, mund ta shkruaj, me kënaqësi do ta lexoj.
Unë kam pak që kam ardhur në shtëpi, mbaruam edhe punët që kishim jashtë, ishim dhe tek termini, mbaruam edhe atje, çdo gjë shkoi shumë mirë. Kam harruar t'ju them edhe në lidhje me rezultatet e provimit. Ne e morëm përgjigjen e provimit, ishte një letër formale ku shkruaj që vajza juaj Solea pranohet për të vazhduar shkollën me rezultatet e provimit shumë të mira. Pa dyshim që jemi shumë të lumtur dhe shumë krenar për Solean. Unë dua ta mbyll këtu, besoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Ne do të kemi shumë video të bukura, na presin shumë gjëra të bukura. Ju ftoj të bëni like, comment edhe subscribe. Ne do të shihemi si gjithmonë në videot e tjera në vazhdim. Ju falenderoj dhe ju dërgoj shumë dashuri. Mirupafshim.